Kodrat e fshatit Biçukas në bashkinë e Divjakës bartin në vetvete thesare arkeologjike, të cilat me shumë gjasa tregojnë gjurmë të qytetërimit të hershëm i lirë. Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore prej disa ditësh ka ngritur një ekspedit për gërmime në zonën e kishës së Shëngjergjit. Nga gërmimet e kryera janë gjetur objekte arkeologjike, siç janë muret rrethuese të një kishe, ku në brendësi të saj janë gjetur monedha të ndryshme, një varr dhe kolona të ndërtimeve të hershme, thot Mateo Profka, specialist në Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore. Ky si projekt arkeologjik vjen si një rezultat i vëzhgimeve të një viti më parë nga Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore në bashkëpunim me Departamentin e Arkeologjisë dhe Trashëgimisë Kulturore në Universitetin e Tiranës, ku në këtë zonë janë kryer disa vëzhgime sipërfaqësore dhe kemi parë këtë situatë interesante, ku fillimisht vëmendjen e ka tërhequr kolona që ne kemi vendosur të hapim një nga sondazhet tona, duke u nisur edhe nga vetë njoftimet ose të dhënat e marrë nga banorët e zonës, ku këtu dikur ka qenë një kishë e prishur gjatë komunizmit, por që kemi paktën sipas të dhënave të marrë nga ata kemi të bëjmë me një kishë të hershme, dhe duke parë këtë kontekst interesant, është ndërmarrë këtë vit sigurisht sërish nga Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore në bashkëpunim sërish me Departamentin e Arkeologjisë dhe Trashëgimisë Kulturore,